që janë të patronazhuara, janë të manipuluara, janë të mbushura vetë. E pa se do të me Greqinë. Ka shkëputje. Ja, presim pak. E pa çfarë ndodhi me Greqinë, thua ti, po pres ma elaborosh pak më shumë, çfarë dyshimi keni në këtë rast? Për ata që nuk e din çfarë ka ndodhur me Greqinë, çfarë dyshimi keni? Dyshim për patronazhim, për mbledhje, për kontroll të votës, që mund të ketë nisur që tek regjistrimi i këtyre personave deri kontrolli i votës deri në votim. Që ka ndodhur më gjërësisht, pra, që ka ndodhur se zonja Topalli tha që ato janë nga zona të ndryshme, pra janë shtete të tjera, nuk po flasin vetëm për Greqinë. Që do të thotë që masivisht në 200 e ca mijë, se nuk më kujtohet shifra tani, votues nga diaspora, ka ndodhur masivisht kjo gjë, patronazhimi e të tjerë. Faktet dhe të dhënat e para të japin këtë përshtypje sepse është një rezultat që nuk përputhet me asnjë lloj realiteti dhe asnjë lloj po themi parashikimi të mundshëm, është deri në absurditet në raste të caktuara. Nuk ka asnjë lloj lidhje me logjikën. Dhe unë gjykoj që aty ka problematika të mëdha, po jo vetëm aty, por dhe brenda vendit, jo vetëm diasporë, por dhe brenda vendit. Dhe ndaj do duhet që të ketë investigime dhe hetime të thelluara. Tani doni të japim shembujt janë edhe rastet e kartave të identitetit dhe për të kthyer te votimi brenda vendit, hedhura në rrugë. Ndalemi aty. U ndal edhe raporti para pak çaste më herët. Po raste kur mund të jetë ka shkuar dikush ka përdorur kartën e dikujt tjetër dhe prapë është njohur dhe nuk e ka refuzuar sistemi, listat e dubluara, nuk ta është dhënë përgjigje për listat e dubluara nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve. Kemi 2 javë që kemi kërkuar. Pra, ka dyshime nga më të ndryshme. Pra, vjen këto në thelb, se ne këtu po ndalemi. Ti je një ekspert, je një institucional dhe unë nuk po ndalem të bëj pyetje politike se çfarë vendimi politik do duhet vinte pasi është vënë re kjo që ka ndodhur me diasporën etj. Po ndalemi vetëm teknikisht. A bien këto në thelb të gjitha në përgjegjësi në Komisionin Shëndetëror Zgjedhjeve, për të cilin unë kujtoj pak çaste më parë, raporti paraprak i SBO-Dirit tha që ka qenë bashkëpunues, ka qenë transparent e kështu me radhë? Unë nuk mendoj që ka qenë transparent në atë mas që e thotë SBO-Diri. Ja u thash një shembull. Ne nuk kemi dhënë se sa qytetarë shqiptarë kanë votuar. Dhe nuk e kishim as në 2023, se më kujtohet shumë mirë, që ka qenë një enigmë edhe 24 orë më pas. Pikërisht, edhe sot po ta pyesni, po të interesoheni, por nuk do të ketë dhëna. Por tjetër përveç kësaj, ju e dini që faqja e website-it të KQZ-s nuk është funksionale. A e dim? Ne po e vuajmë, kemi gjithë ditën. Dhe do të dinte në qarkun e tij sa ishte pjesëmarrje dhe nuk mund të aksesohesh kjo e dhënë. Dhe website-i po ashtu ka ndryshuar përpara 2 muajsh. Të gjitha arkivat janë shumë vështirësisht të gjetshme, pra nuk kërkon dot as arkiva as të dhëna. Që të bësh krahasimet. Pra, gjitha këto shembuj pse po di ja parmira, për treguar që nuk ka transparencë. Nuk paktën jo aq sa pretendohet nga SBO-Diri. Ky është vlerësimi. Po shkelje të syrit nga Komisioni Shëndetëror i Zgjedhjeve ndaj atyre që mund të cilësohen shkeljet kodit zgjedhor apo krim elektoral? Shikoni, unë e shoh problematik këtë lloj procesi zgjedhor. Të jetë problematik, vetë rezultatet e para që kanë dalë janë të shqetësuese për demokracinë e vendit dhe ne kemi disa indicje që janë pasqyrur përgjithsisht në media, disa prova të pakundërshtueshme, do duhet që të kemi dhe kemi të dhëna që po na vinë minutë pas minute. Na kanë ardhur dhëna për rreth të tjera që nuk janë pasqyruar ndoshta në moment, në qarkun e Thierit, në zonën në veri të vendit. Pra i kemi duke i mbledhur këto dhëna. Dhe do t'i faktojmë shumë shpejt shkeljet e mëdha që kanë ndodhur në këtë proces brenda vendit. Për këtë diasporës për të rikthyer, edhe aty do duhet që KQZ-ja të na faktoj a janë respektuar kriteret që një vot në diasporë konsiderohet e vlefshme. Pra, a vërtetohet që ky zarf i është dorëzuar personalisht secilit zgjedhës të regjistruar nga jashtë, kundrejt paraqitjes së firmës, dhënies së një dokumenti identifikimi. E kuptoj. Këto problematika që janë ngritur dhe më herët këto. Këto janë barra e provës që i takon KQZ-s na janë. Ne kemi kërkuar për Greqinë. E qartë, se dhe linja nuk është mirë dhe ne do duhet ta mbyllim. Nëse do cilësoje problematikën më të madhe të këtyre zgjedhjeve, Franc, sepse tashmë kemi një panoramë të qartë, cila do t'ishte ajo?